Sot në rastin e 18 qershorit, ditës së çlirimit të Klinës, në orët e mëngjesit u mbajtën aktivitete zyrtare përkujtimore. Ceremonia nisi para objektit të komunës së Klinës, ku në prani të kryetarit të komunës, zyrtarëve komunal, familjarëve të dëshmorëve veteranëve të luftës dhe përfaqësuesve të organizatave të dala nga lufta, u ngrit flamuri kombëtar nën tingujt e himnit kombëtar. Pas ceremonisë zyrtare u bën homazhe pranë busit të Ismet Raçit, Arben Halitit, Faruk Elezit, tek shtatuarja Muj Krasniqit, si dhe pranë lapidarit të martirëve të komunës së Klinës. Përndërët e kësaj dite, gjatë ditës pritet të zhvillohen edhe një sër aktivitetesh kulturore dhe sportive, përfshirë turneun ndërkombëtar të boksit, programin artistik i Jehona Dugaxhinit, koncertin festiv dhe të tjera. Kjo ngjarje shënohet çdo vit me 18 qershor në Klinë, si një datë e rëndësishme në kujtesën historike të qytetit dhe banorëve të saj.